Kjo është dilemë që ekzistojnë në shumë prej feve bashkëkohore ku se ne kuptojnë se Zoti s'ka nevojë për ndërmjet. S'ka nevojë, bile. Edhe Kjo është Zoti dëgjon çdo gjë, sheh çdo gjë, edhe njeh ata që njeriu e ka brenda në zemrën e tij brengën edhe. Po. Unë kam një rast, do të thonë se shejtani luan me njerëzit. Po. Ngjalli është, do të thonë, është përbetuar se shumica do të mundohen t'i çojnë në zjarr. Edhe është një rast pse një grua e përshkonte pse është kthyer prej islamit në krishterizëm. Po. A di pse? Ka thonë se në krishterizëm mu më lejohet ta përmendoj Zotin se ati është të jarë gjina se unë kur e luti. Pra unë e luti diçka që kam duhet edhe ati i ven gjina e përmendoj se i ven gjina edhe ma plotson doa. Pra sendet pa logjikshme. Për këtë arsye, alhamdulillah, feja islame ka ardhur që ti azgjëson këto gjëra. Ka thonë që ma paramendon se Isa i ka marrë gjunahet tona, është sakrifikuar fliu për ata edhe ne kemi gjunahe. Kjo nuk është logjikshme, dikush tjetër vepron diçka, unë t'ja shlyj gjunahet aty. Jo, siç do të njerëzit marrin guxim, asa po gjitha llojet e mëkateve po që është duke ndodhur, kupton, është duke ndodhur, kupton se Isa alayhis salam i ka marrë gjunahet për ne. Kjo është shumë e ulët, kupton, kuptohet se dikush tjetër merr gjunahet e dikujt tjetër. Allahu e përmend shumë vende në Kur'an. Kupton, nuk ka mundësi dikush ta merrë fajin e tjetër. Nuk ka mundësi dikush të merr fajin e tjetër kujt. Hupet pra për kësaj bie poshtë ajo drejtësia e Allahut subhanahu wa taala. Bie poshtë drejtësia e Allahut subhanahu wa taala, se Allahu subhanahu wa taala nuk e merr dikon përgjegjësi për veprat që s'e ka bërë. Pas që ja fal dikujt, domethënë se meriton dëshkimin veprat që i ka bërë vetë. Si ja transferon dikujt tjetër. Nuk mundet. Pse atëherë hupet drejtësia e cila për të cilën edhe mbahet kjo tokë. Pra kjo tokë qëndron në drejtësi. Në momentin që nuk do ketë drejtësi, Allahu subhanahu wa taala do ta shkatron këtë. A nuk ja vlen hoç që me përkujtu besimtarët se kur Allahu thotë përmend se është sunduesi i ditës së llogaridhënies apo ditës së gjykimit. Me friksu pakës. Ata që bën sebeb që njerëzit me bëjnë gjunahe, se dhe ato ta kenë një hise. Po. Një hise. Po shumë qartë. Prandaj ti lexon këtë sure duhet me paramendu se nëse unë jam bë sebeb që dikush më bën ndonjë gjuna, një hise gjuna. Ka në ditën e Pejgamberit, ka domethënë, ai i cili adalu ila shay'in ka fa'ilihi, domethënë dikush që udhëzon për ndonjë vepër. Qoftë e mirë edhe keq, ka edhe hadithe tjera që tregojnë men sanna fil islam sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila bihi. Domethënë ai i cili bën diçka që është e xhairit, diçka e xhairit në edhe është i pari në islam, po, është i pari dhe ai bëhet sebeb, pra do ta ketë shpërblimin edhe të atyre të cilët do të veprojnë pa ju paksuar atyre për shpërblimin e tyre. E këtu e shohim subhanallahu, edhe njëjta gjë është në çështjen e mëkateve dhe veprave të këqija. Pra ti në momentin që bën një vepër të keqe edhe dikush fillon të pasojë edhe ti bosh i pari i merr të gjitha gjërat. Edhe i thret njerëzit në vepra të keqe. Edhe i thret, kjo më e keqe se edhe i thret. Për këtë arsye, ditë Maliki Yawmiddin, pra është sunduesi ditës së gjykimit, pra na bën neve qartë se keni kujdes, ndalni pak veten se me të vërtet do të jepni llogari për çdo punë që e bëni. E sidomos me punët e cilat ti nuk i percepton apo nuk i ke gajle hiç. Domethënë nuk e zosh si të madhe. Është shumë e madhe tek Allahu subhanahu wa taala. Mirë, po edhe më e madhe bëhet se dikush e vepron atë që ti e ke udhëzuar ndoshta në mënyrë të keqe. Po gjithëro ti punon me fëmijë, ju punoni me fëmijë. Edhe me siguri e keni vërejtur. Nëse ndonjëherë bëjmë ndonjë gabim para fëmijëve, ato fëmijët e marrin atë si një lloj arsyetimi që edhe unë nëse e bëj s'është kurrë, edhe hoxha e bëni, edhe arsimtari e bëni. E dikush tjetër. Nuk është kia jetë pakës një lloj. Po duhet. Para lajmërimit që mos të haliceni. Mos haliteni. Është interesant se bash sot ke muhabet me do vlezë dalim e ecmi mas sabajt. Edhe unë u fola fëmijëve për çështjen e 12 rekateve sunet që kanë gjatë namazit. E thashë ta shtrëngojnë çështjen pak. Nuk ka pak një shpërblim në një shtëpi në xhenet çdo ditë. Pastaj pastaj janë sunetet, kanë thënë dietar që sunetet e mbrojnë farzet. Si të kujdesh për sunetet, farzet i ke inshallah të sigurta. Plus që të jenë plotësuese nëse ka ndonjë mungesë ndonjëherë ditën e gjykimit, do të merren prej nafileve. Edhe tu fol me vllaun, tha ne vetë kena fajt. Sa shpesh tani hajde da fal mi shtëpi, tha, e tash jam cuta sikur se unë. Ai folke për vete. Don shpesh ja boj hajde da fal mi shtëpi me babin. Edhe tash ato kush kanë shtëpi falet, rall dikush e falet, veç duhet me qenë njeriu me të vërtet principial. Edhe tha unë për vete folte. Tha unë me të vërtet vetë kam fajt se djali im ka bëu çka kam bëu unë. Prandaj fëmijët shikojnë veprat.
Jo shumë çka folet, por çka Qartë veproj. Kupton? Vepra është ajo që e marrin. Po, ajo që e marrin parasysh është Pejgamberi vepra. sa nëse i shohim shumë pak ka fol, po njerëzit kanë pa veprat e tij, kanë qenë besnik, kanë qenë trim, i sinqert dhe kështu me radhë.